Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku. Një këngë thot bota rrotullohet dhe realisht bota rrotullohet. Sonte Loredana Brati feston ditëlindjen. Ju premtoj që nesër do t'ju sjell të gjitha momentet nga ditëlindja, por sonte dua të ndaloj në një moment. Në këtë fest kaq të madhe, në këtë ditëlindje ku Loredana ka ftuar të gjithë banorët e Big Brother VIP, do me thënë është një ditëlindje shumë e madhe, është shndruar ambienti në një ferma dhe banorët janë veshur si fermer të gjithë, është një përzgjedhje e Loredanës kjo pjesa. Në disa cepa të festës apo të ambientit mbi të cilën është ndërtuar festa, janë të shkruajtura fjalë që Loredana i ka përdorur në shtëpinë e Big Brotherit, do me thënë mënyrën se si Loredana interpretonte fjalët, dhe më pas kanë rënë në sy disa protagonistë, ku ndërto është Gjibani, Valbona Mhilli, Rizarta, Xeni. Egli Tako ka shkuar në ditëlindje, do me thënë ka bërë një lëvizje, ka lëvizur në jetën e saj, se s'para del shumë në për rrjete sociale, dhe çuditërisht në të njëjtin vend ndodhet edhe Xheneta. Xheneta nuk ka publikuar story që është në ditëlindjet e Loredana, por storin e ka publikuar Olti Curi, duke vrapuar Xheneta pas tij. Do me thënë, Xheneta sonte me Eglin në të njëjtin vend. Jam shumë i bindur që vajzat nuk do t'i flasin njëra tjetrës, sepse Xheneta ka folë shumë për Eglin. E kam thënë gjithmonë që Xheneta i ka pas të kota fjalë që ka folur për Eglin. Egli ka luajtur një rol krejtësisht ndryshe, në kuptimin që do me thënë nuk e ka komentuar fare se çfarë ka thënë Xheneta, nuk e ka komentuar fare se si ka patur qëndrime Xheneta kundër drejt Eglit edhe Gjestit. Xheneta e ka ironizuar Eglin së bashku me shoqen e saj Brikenën për marrëdhënien e saj me Gjestin, do me thënë ka ndodhur gjëra shumë të çuditshme dhe Xheneta ndoshta nuk e ka menduar apo ndoshta e ka menduar dhe i pëlqen ballafaqimi me Eglin. Sonte Egli edhe Xheneta në të njëjtën fest. Egli si zakonisht e mban këtë natyrën apo këtë tipin e damës, këtë tipin e kësaj gocës që nuk i intereson për gjë, nuk merret me thashethemet, nuk merret me fjalët që fliten për të lartë dhe poshtë, ndërsa në anën tjetër Xheneta e pash edhe nga mënyra e videos së Oltit, ndjeheshte pak e tërhequr, ndoshta banorët e Big Brother VIP Albania janë pak më të rëndë si natyra dhe nuk i afrojnë njerëzit, por Egli dukeshte perfekte. Egli ka përzgjedhur që të qëndrojë afër Xenit, do me thënë Egli është shumë mirë, nuk është keq, më duket pak si me thënë drejtën e mërzitur pak në fytyrë, nuk më duket shumë e lumtur, të paktën nga fotografitë që po shikoj, nuk është ajo Egli që shfaqte shumë pozitivitet, ndërsa Xheneta është ajo Xheneta e gjallë, energjike, pozitive, do me thënë sikur e gjithë bota është në duart e saj. Sonte të dy gocat janë aty, normalisht që ato nuk do të kenë betejë mes njëra tjetrës se nuk kanë arsye përse të kenë, por e ndjej dhe e shoh edhe në sy të Xhenetës që ndoshta ka shkuar me kastile, se Xheneta ka ditur shumë bukur që do t'jetë Egli Tako aty, se në fund të ditës Xheneta nuk e ka më shumë shoqe Eglin se Loredanën se sa e ka Egli, dhe mendoj që kjo gjoja do me thënë është diçka që do bjerë shumë në sy. Xheneta dhe Egli të dyja sonte së bashku, ndërsa Gjesti ndodhet në Vjenë po bën të gjitha koncertet. Do të shohim se si do të vazhdon kjo ditëlindje, besoj që do nxjerrin diçka, por nuk ma merr mendja që do të ketë një takim, nuk ma merr mendja që do të ketë një bisedë mes të dy vajzave. Egli është më e afërt, ndjehet më si në shtëpi, sepse janë të gjithë protagonistët, do me thënë shumica janë pjesë e Big Brotherit dhe shumica janë pjesë e Top Channelit që Egli njeh më gjatë dhe i njeh shumë mirë, ndërsa Xheneta shumë vonë në këtë rrugtim dhe besoj që nuk do ta ketë shumë të lehtë sonte qëndrimin, por ndoshta Xheneta ka shkuar me kastile. Ky është mendimi im në këtë festën, që ose të bën një foto me Eglin, të afrohen, të flasin njëra tjetrës dhe të krijohet një lajm gjigant, ose thjesht të bie në sy dhe për herë të parë të dy gocat në fakt ballafaqohen me njëra tjetrën. Por unë i besoj
natyrës së eglit, kulturës së eglit, dhe nuk ma merr mendja që do të kenë një lloj përplasje apo një lloj bisede me njëra tjetrën. Dhe për këtë gjë jam shumë i bindur që egli nuk do t'i flet sonte Xhenetës, as nuk do ta përshëndetën fare Xhenetën, sepse Xheneta në shumicën e rasteve tash egli ka të drejtën të i dhërohet, sepse edhe e ka ofenduar, por edhe e ka shar eglin.